ti, ju do i merrni dhe këto, që vini na tregoni dhe mburrni 52 milion, bëj dhe 100, për qytetarin e thjesht, për Lili Biti nuk ndryshon asgjë. Për 99.99% të fermerëve nuk ndryshon absolutisht asnjë gjë. Ju do t'i ndani me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë diskutim mbi këtë gjë. Nuk ka asnjë dyshim. Por tani, ajo që duhet të them në këtë sallë është jo vetëm që e poshtëruat në të takim. Shko çka keni bërë? Keni dërguar ish deputetin e Partisë Socialiste të kërkoj falje, të kërkoj ndjes juve, dëgjojeni, është e pabesueshme. Është e pabesueshme. Të kërkoj falje. Dëgjoni, ka bërë një video i shkreti. Dëgjoni se shikoj nga fillim. Ministër, unë jam e Lil Bitin atë ditë që u ngrit aty. Çfarë thosh ministri? I kërkoj ndjes, ishte shumë djalë i mirë, po siç erdhë rrethonat, unë i kërkoj falje. Po e verifikoj se unë të tash e kam mikte, po e verifikoj nëse dikush tjetër lunte mas këtij, po ky absolutisht. Nuk është e vërtetë. Edhe një herë, ministër. Dëgjojeni faljen, dëgjojeni. Lili Biti. Ndjes, ishte shumë djalë i mirë, po siç erdhë rrethonat, unë i kërkoj falje. Po e verifikoj se unë të tash e kam mikte. Tani, pyetja ime, zoti ministër, për ju është, për çfarë duhet të kërkoj falje juve ky fermeri? Çfarë u ka bërë ky fermeri ju që duhet të kërkoj falje, duhet të kërkoj ndjes?